ka qenë një tip eksperimenti Sokratit dikur, që i thoshte që i thotë ky që shikon njerëzit të cilët janë të kultivuar që ofrojnë shërbime, po shërbime pak delikate, që asnjëherë nuk duhen. Këto nuk është mundur, mirë i thotë. Do bëjmë këtë eksperiment, do marrim bukpjeksin edhe doktorin, i thotë, për t'i zgjedhur për që bëhet kryetari i fshatit. Edhe, do të thënë, një mini zgjedhje. Edhe i thotë, do shohim se këto votojnë njerëzit. Po doktorin i thonë, sepse i ka shpëtuar jetën, një tjetër shkon doktori, i thotë që më vjen keq, i thotë, po unë ju jap ilaçe të hidhura njërën tjetrën, thotë, po në përgjithësi ju ndihmoj, ju shpëtoj këtë dhimbje. Edhe në fund fare marrin edhe këtë bukpjekës, i thotë, unë që në mëngjes ju bëj briosh, ju bëj ëmbëlsira, ju jap për të ngrënë njërën tjetrën, ko do merrni këtë që na hidhëron dhe na trishton, apo këtë tjetrën, dhe në të vërtetë zgjedhjet i fitoi bukpjeksi në fund fare. Koncepti ishte që ai njeri i cili të jep lajme të këqija, të bën asnjëherë instinktivisht thjeshtën, sepse personifikon dhimbjen me figurën, jep asaj... Me figurën e doktorit. Do me thënë ti i jep figurë dhimbjes tënde. Po edhe qenia njerëzore është ndërtuar pak që të shkoj drejt kënaqësive dhe gjërave që i arrin shpejt dhe nuk e do shumë sakrificën. Nuk di të them kështu, sepse është pyetja më e hershme diskutuar në filozofi, që thonë që si qenie jemi të predispozuar që të jemi anksios dhe frika dhe ankthi na ruan për gjatë jetës dhe jo lumturia. Pra, lumturia është motivi i gjithë punës tonë. Do me thënë e punojmë, jetojmë që të jemi të lumtur. Por ndërkohë, motori i kësaj është frika. Dhe ky është gabimi që bëjmë neve me fëmijët, që nuk i lëmë të eksperimentojnë frikrat e tyre, gjë që do i çojë në një zhvillim në të ardhmen. Doktoresha Aida Bushati, mirë se erdhe në podcast. Qofse unë them truri, doktoresha Aida tani, menjëherë ka një alert nga ndjekësit e kësaj platforme. Kam patur në fakt rastësisht më shumë burra, jeni e para neuropediatre, kam patur një vajzë të re neuroshkencëtare, e cila ka qenë në sezonin e parë dhe e kam pëlqyer shumë, por nuk kam folur asnjëherë për fëmijët. Kam folur për trurin, po kam folur për të rriturit. Në fakt, ne të rriturit nuk kemi asgjë më shumë se sa ata fëmijët që kemi mbetur brenda. Është e vërtet. Është e vërtet, por truri është një enigme e madhe. Dhe e vërteta është që truri është materie, është një organ, pra nuk është truri që përcakton, është ambienti që na definon. Dhe si qenie njerëzore kemi ndërgjegjen, kemi dhe si mund ta them ndryshe awareness dhe consciousness, që janë dy gjëra të ndryshme. Vetëdijen dhe ndërgjegjen. Pra, vetëdija jonë është ajo që ne jemi të ndërgjegjshëm në mënyrë instinktive për gjërat që duhet bëjmë, gjërat që s'duhet të bëjmë, gjërat që janë të rrezikshme, gjërat që na sjellin kënaqësi, jemi zgjuar, jemi në gjumë, jemi të lumtur, jemi të trishtuar, pra ku ne njohim veten. Ndërkohë që është ndërgjegja ajo që do përcaktohet nga të gjithë faktorët e tjerë ambiental, nga familja ku rritemi, eksperiencat e fëmijërisë, njohuritë që marrim, dhe pak a shumë do jetë ky dualiteti ndërmjet ndërgjegjes dhe vetdijes, ato që do përcaktojnë të ardhmen tonë. Vendimet i marrim me ndërgjegje në jetë, në varësi të ndërgjegjes që na është krijuar, ndërtuar. Ajo është një luftë e vazhdueshme. Kështu që varet se si jemi formuar në fëmijëri. Pra është një mit që ne lindim me një IQ të caktuar, që truri jon lind me një IQ të caktuar. Ai formohet nga mjedisi që e rrethon, nga edukimi?
nga ato që dëgjon gjatë jetës? Tema e inteligjencës është interesante, sepse faktorët gjenetik janë shumë të rëndësishëm, por në moshën e fëmijërisë, të gjithë fëmijët janë me një inteligjencë një lloj, pak a shumë një lloj. Dhe është ambienti i jashtëm ai që predispozon për një fëmijë që të zhvilloj inteligjencën e vet, duke filluar nga siguria, ushqyerja, familja, edukimi, eksperimentimi që ka në moshë të hershme. Ndërkohë që në vitet në vazhdim merr rëndësi komponenti gjenetik i IQ-s, e cila në arrim maturinë tonë intelektuale, IQ-n tonë, si të thuash, të predispozuar nga genetika që kemi rreth moshës 13-14 vjeç, dhe është po kjo inteligjencë e cila na vazhdon për gjatë gjithë jetës sonë. Çfarë na dominon, doktoresha Aida? Genetika nga babai apo nga nëna? Ka teori të ndryshme në të cilat thonë që inteligjenca përcaktohet kryesisht në kromozomin X, që është kromozomi i dhënë nga mamaja. Megjithatë, mendoj që është e dyanshme, sepse në një familje apo në prindërim, se mos t'japim këto termat sociale, por në prindërim të dy prindrit, si nëna dhe babai, kanë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e tipeve të ndryshme të inteligjencës së fëmijës. Nëse nëna është përgjegjëse për të dhënë sigurinë, qetësinë, vazhdimsinë, ushqyerjen, paqen, ndërkohë babai jep inteligjencën tjetër, inteligjencën sociale, kryesisht inteligjencën e ndërveprimit social, aktiviteteve që bën, sigurisë materiale që jep për vazhdimsinë e familjes. Pra, në të tillë rast janë të gjitha komponente shumë të rëndësishme që do zhvillojnë fëmijën në të ardhmen. Truri jon ka kapacitet për të zhvilluar dhe për të mësuar gjatë gjithë kohës, për sa kohë jemi gjallë. Po cila është faza kryesore e zhvillimit të tij? 1 deri në 5 vjeç, 1 deri në 20 vjeç? Lexoj teori të ndryshme. Zakonisht ajo që është sot e provuar është që fëmijët që pjesën më të madhe të zhvillimit e kanë 1 deri në 3 vjeç. Gjatë kësaj periudhe është një revolucion në trurin e fëmijës. Është një tabele bardhë dhe pa shkruar që tabula rasa. Normalisht neve fillojmë dhe shkruhet aty. Është shumë interesante fakti që fëmijët apo njerëzimi në përgjithësi është shumë i prirur ndaj artit. Për çfarë e them? Fëmijët përpara se sa të flasin, këndojnë dhe kërcejnë. Përpara se sa të krijojnë, shkaravisin. Dhe përpiqen nëpërmjet body language, gjuhës së trupit dhe mimikave të tyre të fillojnë dhe të manipulojnë të gjithë adultët që kanë përqark. Pra, fillojnë që të bëhen të dashur dhe për këtë arsye janë të dashur sepse kjo ju siguron mbijetesën në fund të ditës. Dhe gjatë vitit të parë të jetës mësojnë të ecin. Mësojnë të flasin, fillojnë shtojnë fjalorin, pra deri në moshën 3 vjeçare, ato bëjnë aq sa nuk bëjnë dot gjithë jetën. Dhe zhvillimi në këtë kohë është shumë i shpejtë dhe është shumë e rëndësishme ekspozimi i fëmijëve ndaj eksperiencave të ndryshme. Shpeshherë nënat mërziten sepse fëmijët bëjnë pis, fëmijët bëjnë sherre, prishin lodrat, grisin, bëjnë. Kjo është proces njohje që ndihmon në krijimin e lidhjeve sinaptike të reja. Dhe është shumë e rëndësishme që në këtë moshë të prezantohen me aktivitete nga më të ndryshmet.
shpesherë nënat mërziten sepse hapin frigoriferin, marrin një vezë, e hedhin në tokë dhe bëjnë pis. Në të vërtet, ky mund të jetë një moment kyç për të mësuar që veza është një objekt i cili ka një mbështjellje, e cila brenda përmban të kuqin, i cili është jeta në të vërtet, dhe albumina e bardha, e cila ushqen të kuqin. Dhe mundet që në formë loje ti të fillosh të japësh koncepte të zhvillimit të jetës. Fillojnë dhe përplasin dhe thyen gjërat, hedhin në tokë. Çfarë është kjo? Kjo në të vërtetë është që fillojnë bëjnë eksperiencat e para për të kuptuar materialet, që disa thyhen, disa jo, disa prishen, disa deformohen, disa jo. Tingujt, zhurmat që bëjnë, pra objekte të ndryshme, t'i japin zhurmat të ndryshme. Dhe normalisht edhe në të ardhmen, mjafton që të dëgjosh dhe ti kupton se çfarë është rrëzuar. Po patjetër. Pra, ne mësojmë nëpërmjet eksperiencave të ndryshme që bëjmë, pra këtyre sherrreve të vogla dhe inocente. Mësojmë që duke u rrëzuar njeriu dhe vritet, por ka gjëra që janë të parrezikshme dhe ti shërohesh, pavarësisht që të dhëmbin pak, por ka dhe gjëra të cilat mund të bëhen më serioze. Të mëson dhe të kesh kujdes, mos të rrëzohesh prapë. Dhe mbron. Pra, këtu hyn një prindërim i mirë, ku fëmijëve ju duhet lënë hapësira eksperimentimit. Sot nonat janë super protektive, i duan fëmijët super të pastër, i duan si kukullat e veta, në rregull, ku janë shumë të paraqitshëm, të bukur, të veshur mirë, të babërpis, dhe të cilët rinurt në momentin që i marrin nëpër kafe, ulen në tavolinë, kanë një tablet në dorë dhe janë perfekt. Por kjo, në të vërtet, nuk është një gjë natyrale dhe e mirë për zhvillimin e fëmijëve. Po drejtohen jo pa kritika ndaj prindërimit të sotëm, për shkak se prindrit e sotëm, që janë ish milenialët, kanë dashur t'u japin fëmijëve atë që nuk e kanë marrë vetë ata nga prindrit. Pra, duke dashur t'u japin gjithçka në një pjatë të artë, gjithçka gati. Kam dëgjuar shumë intervista dhe podcaste me psikiatër, me profesionist, me studiues, që thonë mos e bëni. Po i dëmtoni fëmijët duke u dhënë të gjitha gati, duke krijuar atë që doktoresha Ida ju tha bukur, kukullat. Ato janë njerëz dhe ka nevojë për eksperiencën njerëzore. Mendoj, ky është opinioni im, në të vërtetë nuk dua ta, ndoshta e kam dhe gabim. Formula në prindërim nuk ka, dhe ndoshta edhe ne gjykojmë ashpër sepse koha ka ndryshuar dhe mënyrat e prindërimit janë krejt të ndryshme. Po, dhe varet nga konteksti kohës ku jeton. Konteksti ku jetojmë. Pra, jetojmë në një milenium në të cilin teknologjia ka ecur shumë dhe ndonjëherë kjo është e ardhmja dhe duhet jemi si prindër, mendoj, inteligjent për të orientuar dhe për të vënë ekuilibra të mirë. Ne nuk mund të rrisim fëmijë të cilët të jenë jashtë këtij konteksti, sepse jeta e tyre do jetë e tillë. Duhet të gjejmë një ekuilibër dhe duhet jemi të kujdesshëm për të kontrolluar kontentin që ato përdorin. Dhe kur është mosha më e përshtatshme për t'i prezantuar me teknologjinë. Fatkeqësisht, unë përdit në klinikën time, në punën time të përditshme, shoh fëmijë shumë të vegjël, që janë dhe 6 muajsh, 7 muajsh, 8 muajsh, që janë përpara një ekrani. Një tableti. Absolutisht shohin gjëra të parrezikshme, që janë këngët e fëmijëve ose shortse të vogla me kartona. Megjithatë, mendoj që nuk është mënyra për t'u prezantuar me teknologjinë, sepse njeriu duhet të kuptojë që pse po komunikon dhe pse po flet. Pra,
e folura dhe e shprehura ka ardhur si domosdoshmëri që ne të përshkruajmë ambientin ku jetojmë, të përshkruajmë ide komplekse, të arrim të artikulojmë emocionet tona dhe të njohim botën përgjark. Nëse ne japim imazhe të gatshme, fotografike, dhe pa lënë fëmijën që të përpiqet të shpreh emocionet e veta, të kuptoj veten e vet, të arrit të artikuloj me fjalë nevojat që ka, atëherë ne krijojmë një boshllëk ku fëmijët nuk dinë më të shprehen dhe të flasin. Po i robotizojmë fëmijët kështu? Po krijojmë një kulturë ndryshe të socializimit, ndërkohë që ne si specie, gjatë evolucionit, megjithëse kemi qenë specia më pak agresive, më e vogël në trup, ishte pikërisht socializimi dhe inteligjenca që na bëri që ne të mbjetojmë. Homo sapiens, ne dinim. Homo sapiens. Ne dinim. Normalisht, çfarë bëri Homo sapiens më i vogël në trup? Po, Neandertali ishte shumë i madh dhe i fuqishëm. Ishte pikërisht kjo, kooperimi, socializimi dhe punimi në grup. Ndërkohë që këto ekrane po na izolojnë dhe neve po krijojmë realitete të cilat nuk janë jeta e përditshme. Është e vërtet që është pyetja më si të thuash, më e lashtë e njerëzimit për të kuptuar që çfarë është realiteti dhe se cilin ne kemi dhe ta masim atë, dhe naturisht që shumë filozofë si kanë thënë do të përgjigjen duke thënë që realiteti është individual. Megjithatë, shoqëria njerëzore ka vënë disa rregulla, ground rules, rregulla të caktuara, të cilat ndër shekuj kanë treguar që janë të suksesshme. Në mënyrën e që janë formula të mira, në mënyrën e organizimit të strukturave sociale. Pra, e mira do ishte që këto struktura mbështetëse për zhvillimin e pasardhësve tonë të ruhen dhe të mbrohen dhe jo të tjetërsohen dhe të zëvendësohen me realitete paralele. Nga realitete paralele. Fëmia është nuk ka akoma maturinë cerebrale për të përtypur informacionin që ati i jepet. Pra, është e pamundur për një fëmijë që të kuptoj se çfarë është reale dhe çfarë është jo reale. Sot është shkencërisht e provuar që lobi frontal, përgjegjës për emocionet dhe për logjikën, maturohet në moshën 28 vjeçare, përfundon 24, po e shtyn moshën deri në 28 vjeç. Një fëmijë që të arrit të kuptoj shkak pasojë, e arrin, do me thonë që bën një veprim dhe ka një pasoj për veprimin që po bën, arrin ta kuptoj rreth moshës 8-9 vjeç. Pra, duhet shumë eksperimentime të tij sociale deri në këtë moshë, në mënyrë që të krijojë eksperiencën për të kuptuar që çfarë ndodh dhe çfarë impakti kanë gjërat që ai bën. Shpresoj shumë që ta keni parë serialin më të klikuar, më të ndjekur për momentin në Netflix, është Adoleshenca. Është seriali britanik, e keni parë? Po, e kam parë. E ke parë. Kjo është gjë shumë e mirë për mua. Nëse do hapja tani Instagramin, algoritmi Instagramit do nxjerrë vetëm intervista të kinastit, të skenaristit apo të aktorit të vogël. Është shumë interesant ai serial për pyetjen që ka ngritur. Ka marrë shkas nga një histori reale, ku një 13 vjeçar ka vrarë bashkëmoshataren e tij. Por kinastët në këtë rast dhe skenaristët kanë vendosur dritat nga pseja. Pse një 13 vjeçar arrin të bëj atë akt? Është një serial në fakt që i ka shkundur Britaninë dhe po hap shumë debate. Para 2 ditësh pash që ishte edhe në CNN tek Amampuri kinasti dhe fliste për këtë gjë. Prindrit duhet janë shumë të shqetësuar kur e shohin dhe ai thoshte diçka shumë të bukur Stephen Graham që ne më përpara jemi rritur
ose në dhomë, ose para pallati duke lozur me shokët. E njëjta gjë ka qenë dhe në Shqipëri. Po ne nuk e dim se ku lundrojnë fëmijët tanë tashmë në internet. Çfarë po lexojnë, si po bullizohen, çfarë koncepte të reja kanë ato, dhe çfarë ndodh në mendjen e tyre. Më ngacmoi shumë ajo që ju thatë, që janë disa informacione që nuk përkojnë me moshën biologjike, janë të parakoshme për një fëmijë dhe ai përkthen gabim. Ajo dram që ka ndodhur aty, ka ndodhur në Shqipëri, jo para pak kohësh. Martin Cami. Dhe adoleshentë të cilët marrin vendime drastike për të bërë suicid, teenagers, vrasje, për çfarë arsye vijnë këto? Bazat janë më të hershme. Pra, puna që bëhet nga prindrit për fëmijën që të përballojnë situata. Shpeshherë prindrit përpiqen që të mbrojnë fëmijët që kur janë në çerdhe, që kur janë në kopësh, duke përdorur termin e bullizimit. Është e vërtetë që fëmijët bullizohen dhe janë bullizuar gjithmonë. Nuk ka justifikim për këtë. Çdo prind duhet të punojë. E para që të mësoj fëmijën të ketë empati. Pra, të kuptoj që çdo veprim që ne bëjmë karshi të tjerëve, ka impakt dhe shpeshherë mund t'i bësh pyetje të thjeshta, sepse edhe një fëmijë i edukuar shumë mirë, në një kontekst të caktuar mund të kthehet në bullizues. Ashtu siç dhe mund të bullizohet. Por janë gjëra që në moshë të hershme bëhen në mënyrë subkonsciente. Fëmijët janë bullizuesit më të mëdhenj, deri në moshën 10 vjeçare, sepse nuk kanë filtra, janë shumë individualist, nuk i intereson. Është organike pra që te njeriu të jetë bullizues? Është organike. Në një farë mënyrë, po, sepse ti mëson që të mos bëjnë gjëra ndërkohë që ti i ke mësuar, që të mos pranojnë që të jenë independent, të kenë mendimin e tyre, të mbrojnë individualitetin e tyre, pra ke punuar në vetëvlerësimin. Pra në këtë mënyrë ato me një lehtësi mund të shfaqin pjesët e karakterit të tyre dhe të fyen apo të dëmtojnë apo të lëndojnë një fëmijë që kanë. Ajo që duhet bërë në të tilla raste është që me delikatesë të punohet me të dyja palët, në një sens që ti punon me fëmijën tënd, duke i thënë që, okej, të tha kështu si reagove, nuk duhet reagosh me dhunë, nuk duhet ta marrësh personale, sepse gjërat nuk absorbohen dhe jo gjithmonë agresioni që kemi nga jashtë është personal ndaj nesh. Mund të jetë personi i cili bullizon, mund të ketë një barrë emocionale që të rreq nga mbrapa dhe duhet ndihmuar. Absolutisht nuk i takon fëmijës tënd që të ndihmoj barrën emocionale, por është adulti që i supervizon, që të arrijë të identifikojë se çfarë po ndodh dhe të informoj prindrit dhe prindrit mos jenë agresiv me njëri tjetrin, po të përpiqen të rregullojnë situatën. Po të varet nga ju si doktoresh, do t'i linit fëmijët në median sociale në moshën 14-15 vjeç? Do të linit telefonat në shkollë? E para nuk mund të ndërhyj, është ndonjëherë në mjekësi themi shumë vonë për të ndërhyrë. Nuk ka një shkop magjik që 14 vjeç ti thua stop, sot nuk do përdorësh më mediat sociale dhe telefonin. Kjo duhet vi graduale. Në mënyrë absolute, telefonat nuk duhet të jenë në ambientet e shkollës. Por ajo çfarë po ndodh rutinë është, lehtësisht mësuesët publikojnë mësimet në kompjuter. Nëpërmjet emailit, nëpër faqet e klasës, njërin tjetrën. Pra, ti e ke teorikisht të pamundur që të ndërpresësh në mënyrë kategorike, sado filtra. Fëmijët po lindin dhe po rriten online dhe janë shumë herë më të përparuar
se sa prindrit, se sa ne, po, din gjëra. Se sa prindrit për të kontrolluar dhe për gestionuar këtë situatë. Pra shumë e vështirë. Kjo e bën shumë të vështirë edhe prindërimin kur fëmijët kanë kaq shumë akses nga të gjitha anët. Më përpara ishin të gjithë të kontrolluar. Përpara se sa të heqin kompjuterat, duhet ju mbushin kohën me aktivitete. Do me thënë, sa më shumë kohë të harxojnë në për sporte, me artë, me vegla muzikore, me aktivitete jashtë shtëpie, aq më pak kohë dhe aq më të lodhur do jenë për të përdorur rrjetet sociale apo informatikën. Shpesh herë më thënë, po s'është e talentuar, nuk e bën dot. Neve nuk i fusim për të parë. E para ti eksperimenton dhe shikon fëmijën tënd ku ka prirjet. Po. E dyta, muzika është i vetmi arti i cili në të njëjtën kohë zhvillon si korteksin auditiv, si korteksin vizual, sepse duhet të shofi, si emocionin, kontrollon emocionin. Pra, jep një zhvillim sinaptik, holistik të trurit. Pra, jep shumë se orë të tëra mësimi. Pyetja që kam unë për doktor Eshaidën është, si ka mundësi që kjo gjoja këtu dhe scrolli është kaq tërheqës për trurin. Pra që ai që e shpiku këtë, e dinte ndoshta, ose nuk e dinte, por më pas u zbulua, që kjo ishte shumë tërheqëse. Pse fëmijët, që të gjithë, edhe në triturit, jemi të varur nga telefoni, ju pëlqen scrolling? Ka diçka që ta jep në truar, ka një shpjegim? Janë shumë mirë të studiuara ngjyrat dhe frekuencat e ngjyrave që ato përdorin. Absolutisht, kushdo nga neve, në qoftë se do uli kontrastin dhe do t'i bëj që çdo gjë që ne shohim të ishte në ngjyra natyrale dhe me ngjyrat e ftohta. Mua nuk më pëlqen ashtu, e kam provuar. Në natyrë, normalisht ti nuk ke fare interes. Sepse niveli i neurostimulusëve që ti prodhon është më i parë. Pra ti bëhesh addicted si nga frekuencat e zërit, si nga frekuencat e ngjyrës që ato bëjnë, dhe je kaq i fokusuar në ato, sa ti je i shurdhër dhe i verbër për ambientin përreth. Wow. Dhe këto janë mirë të përcaktuara. Shpeshherë në mjekësi, në fëmijët, në individët të cilët shfaqin patologji të smundjeve të epilepsis, një nga provat që ne bëjmë është fotostimulimi. Pra, matim aktivitetin e trurit nëpërmjet stimulimit me frekuenca të ndryshme të dritës. Dhe shikojmë që truri reagon në mënyrë të ndryshme nga frekuenca të ndryshme. Dhe i ka komplet tjetër aktivitet elektrik. Truri nuk e do shumë realitetin, e do të zbukuruar realitetin. Truri është materje, truri nuk mendon, që t'jemi të qartë. Ne jemi produkti i vedijes dhe ndërgjegjes. Dhe është pyetja për mi vjeçar nuk është zbuluar kur që pse jemi dhe pse kemi këtë gjë, dhe nuk mendoj që në këtë broadcast mund ta gjejmë. Nuk e gjejmë dot. Nuk e marrim as për sipër. E kemi vetë dijen që s'duhet ta marrim për sipër. Por që ne po manipulojmë nëpërmjet kësaj. Praktikisht janë inteligjenca natyrale, është e tillë shumë e avancuar, ka një inteligjencë shumë të madhe, por nuk ka pjesën shpirtërore që kemi ne. E vërtet është po. Zakonisht kjo është diferenca. Ndjenja, dashuria, atë thot edhe profesor Harari, nuk do të mund të arri teknologjia me gjithë perfeksionin e saj. Madje thuhet që do të realizohen shumë
shpikje, ndoshta ne do të kontrollojmë sëmundjet, do të kontrollojmë jetën në përgjithësi, do të kemi një robot që do të na bëj punët në shtëpi, ndërkohë që unë dhe doktoresha Aida po flasim për një podcast. Nuk e kam ende atë robotin, i kam bërë dje të gjitha punët vetë. Por ajo çka inteligjenca artificiale nuk do të mund të arrijë, thonë ekspertët, është perfeksioni i neuronave të trurit. Mendoj që, siç e thotë edhe Harari, mund të na japi një regres në zhvillim, mund të na japi mungesa e aktivitetit fizik. Dembel mendor mund të bëhemi? Jo dembel mendor, absolutisht jo, por trupi është një mekanizëm perfekt, që ne nuk funksionojmë dot vetëm me trup, po e mbajmë gjallë një trup, po e vëmë në një pjatë petri, po e mbajmë gjallë, siç bëjmë edhe zemrën që e mbajmë gjallë jashtë trupit ekstrakorporal, por nuk mund të prodhoj ide. Pra është materje. Ne jemi produkt i kësaj që jemi. Dhe eksperiencat bëhen duke jetuar, duke lëvizur, duke pasur aktivitet fizik, duke u kujdesur për higjienën tonë, duke u kujdesur, duke sistemuar gjërat tona, janë disiplinë, jemi një qenie holistike. Nuk jemi vetëm në një drejtim në të menduarit. Pra, çdo gjë ka rëndësinë e vet, që në mëngjes kur çohesh dhe përpiqesh të kujdesesh për veten, për higjienën, krifesh, do mendosh për ushqimin, do kujdesesh për fëmijën, do rregullosh, do bësh një ambient të këndshëm për të jetuar, i cili të stimulon një të menduar më të mirë, kështu që të gjitha këto janë pjesë e zhvillimit. E zhvillimit. Në fakt tani ma kujtuat, çfarë bëni ju si doktoresh për ta mbajtur mendjen të fortë, trurin në formë? Lexoj, përpiqem të mbaj një ekuilibër në të gjitha, të jem një nënë e mirë, të jem një anëvis e mirë, të jem një lexuese e devotshme, të jem në punë, të performoj mirë. Pra, ato që bën çdo njeri në jetën e vet nuk ka rëndësi se si. Gjumi na ndihmon shumë që ne të kemi një mendje të kthjellët, që të marrim vendime të mira, për shembull nëse ne flem mirë, jemi më produktiv, truri ka nevojë për gjumë. Dhe sa orë gjumë të mira ka nevojë truri? Gjumi është komponenti më i rëndësishëm i jetës tonë, sepse gjumi është që çlodh trurin. Truri arrin të çlodhet vetëm në gjumë. Dhe nëse 4 orët e para të gjumit sistemojnë informacionin, luajnë rol në memorien, ne nuk funksionojmë me memoria afat shkurtër, funksionojmë me memoria afat gjatë. Pra, gjatë gjumit, gjithë informacionet që kemi marrë, seleksionohen dhe neve fusim në memorien tonë afat gjatë, e fusim në një vend, në një sirtar, magazinojmë diku. E magazinojmë dhe e lëm aty. Pra në 4 orët e para të gjumit, fillojmë, krijojmë këtë gjë. Kjo shpjegon ëndrat ndoshta apo? Dhe ëndrat janë nga trova. Dhe mbas 4 orëve të para të gjumit, kur truri është aktiv dhe fillon sistemon memorien dhe idetë e gjërat, në 4 orët e tjera punon për të rritur performancën sociale. Pra janë shumë të rëndësishme që neve të kemi minimalisht 8 orë gjumë, sidomos në moshën e fëmijërisë. Fëmijët ka nevojë për gjumë dhe dikur populli ka qenë shumë inteligjent kur thoshte që fëmijët i rrit gjumi. Sepse hormonet e rritjes, pikun e prodhimit e ka në gjumë dhe përveç kësaj qetësohen, janë më aktiv për ditën tjetër dhe janë më energjik. Në bazë të moshës janë dhe orët e gjumit. Sa më i vogël, aq më gjatë flihet. Fëmijët mund të flejnë dhe 12-14 orë në ditë deri në moshën
4-5 vjeçare, mund t'i bëjnë në mënyrë të njëhershme, në një etapë, pa fjetur në gjumin e drejtë, mund t'a bëjnë dhe të fraksionuar. Më pas kemi një reduktim të orëve të gjumit dhe në adoleshencë përsëri ku procesi i rritjes është i gjatë, kërkojnë që të flejnë më gjatë dhe me kalimin e viteve kërkohet një 7-8 orësh është mjaftueshëm për adultët që të kenë një gjumë të mirë dhe të performojnë mirë ditën tjetër. Ka shumë rëndësi dhe orët biologjike në të cilat flenë gjumin, duke qenë që pikun e hormoneve e kemi rreth orës 12 të natës dhe 6 të mëngjesit, duhet që 2 orë para t'jemi në gjumë. Pra, për fëmijët është shumë e rëndësishme që ora 9-10 të jenë në gjumë. E di që është shumë e vështirë, sidomos për adoleshentët, të cilët kanë mësime, kanë aktivitete, presin mamin, janë në duar me ekranet. Megjithatë nuk është e shëndetshme. Është e vështirë të trajnosh gjumin. Unë jam nënë e 2 fëmijëve. Dhe herja kam arritur, her jo, përpiqem çdo ditë, kam që luftë vetë flinit faktën vazhdueshme. Si grua, flini mirë, se ne tani pas na vjen kjo mosha që fillojmë flem gjithmonë më pak. Absolutisht, sepse nënat kanë edhe ato, nëse kur je i vogël të zgjojnë nga gjumi, kur janë të rritur ngelesh pa gjumë. Kështu që dhe unë jam në këtë fazën që jam pa gjumë tani. Nga mendimet. Por përpiqem, bëj maksimumin që të respektojmë dhe biologjinë e fëmijëve. Edhe të ndan. Absolutisht që po. Jeni si të gjitha gratë shqiptare që besoni tek sakrifica. Absolutisht që po. Kjo na është instaluar dhe ne, e shoh si diçka të mirë, nuk diskutohet, po mos ndoshta duhet truri jon ka nevojë edhe për t'i marrë pak gjërat lehtë dhe të mos lodhet kaq shumë. Varet biologjikisht, nënat janë të krijuara për të ruajtur fëmijët, për të ushqyer, për të kujdesur, për më të mirën dhe është e pamundur që të bësh një mendje të lehtë në rritjen e fëmijëve, pavarësisht që ne themi sakrificë, por biologjikisht jemi të ndërtuar të tillë për të kujdesur për fëmijët. Është e vërtetë që sado që rritemi fëmia brenda nesh mbetet aty tek të gjithë, apo disa e marrin më shumë, disa më pak, disa i marrin dashurinë, disa i marrin traumat, ato duhet jenë më të vështira? Unë mendoj që gjatë gjithë jetës ti mbetesh jo fëmia, mbetesh personi i moshës 25-30 vjeç dhe ndryshon vetëm forma trupore dhe fillon të pranosh që je i njëjti shpirt në forma të ndryshme fizike. Emocionet tona mbeten të reja. Mbeten njësoj, dëshirat, ëndrat, ngelen njësoj. Si ka mundësi që ndodh kjo? Ka një shpjegim? Po sepse janë vitet ndoshta ku je më i realizuar, më ke filluar të je më i maturuar, më i sigurt me veten, i kënaqur me ato që ke bërë, kështu që emocionalisht dhe psikologjikisht vetesh, natyrisht që evolon, bësh më i mençur, por që ke qef që të kthehesh gjithmonë tek ajo pjesa energjike, me vedesimin, pa dyshime. Me një lloj ideali dhe naiviteti për jetën, që nuk i merr të gjitha gjërat të kalkuluara, të llogaritura, të para nga të gjitha këndet. Të gjithë doktorët më pëlqen t'i pyes për Zotin, sepse perfeksioni për cilin flasin sidomos mjekët, sepse ju e shpjegoni e dini më në thellësi, pra dini të paktën diçka më shumë se ne të tjerët, që nuk jemi profesionist të fushës. Dhe ka një perfeksion tek trupi i njeriu, tek mendja e njeriu, që ja për shembull kemi inteligjencën artificiale që megjithse po vrapon nuk e arrin dot. A e shpjegojnë doktorët këtë me Zotin? Unë e di që teoria e Darwinit është artificiale është produkt i inteligjencës natyrale. Shumë e bukur. Pra, është fëmia jonë.
Dhe një fëmijë artificial është një kukull perfekte. Nëse do i futemi temës a beson në Zot apo jo, natyrisht që ne kemi një tendencë që të gjitha fenomenet të cilat nuk i shpjegojmë, dot ja atribojmë një qenie, një fuqie hynore. Si njeri pak i prirur ndaj shkencës, të më pëlqente që të artikuloja, të lexuar, jo se e kam thënë unë, në një besoj në një Zot i cili është natyra, është universi. Dhe herët përpara ka qenë një filozof Spinoza, i cili ardhur nga një familje religjioze, që i fute për herë të parë dha konceptin e Zoti nuk është diçka e pa përcaktuar, është pikërisht ky perfeksion i natyrës. Dhe madje kur kam pyetur Einsteinin dhe i ka thënë në çfarë Zoti beson, tha, unë besoj nëse ka një Zot, është Zoti i Spinozës, pra është natyra, është perfeksioni i universit, Zoti jonë. Nuk është Zoti ajo fuqi që na gjykon, por është ajo fuqi e cila na krijon dhe na bën këto që jemi dhe na perfeksionon. Një neurotransmetues që e keni pak më shumë gjanë se të tjerët. Mua për këtë nuk mund të më pyesësh, sepse me siguri po pret që të thajmë për hormonin e lumturisë. Për dopaminën, për serotoninën. Por nuk mund të them këtë, sepse është një mekanizëm perfekt, ekuilibrash hormonal, dhe neurotransmetimi është një perfeksion. Një bashkëpunim. E gjithë skuadra të pëlqen. Më pëlqen në gjithë skuadra. Sepse shpesh herë njerëzit ngatrojnë konceptin e lumturisë me euforinë. Ku dallojnë? Dopamina është eufori. Është eufori. Ndërsa lumturia është paqe. Dhe njerëzit duhet jenë paqe me veten e vet. Gjëja më e çmuar. Euforia është e momentit. Nëse ne jemi në kërkim të euforisë së vazhdueshme, ne nuk do funksiononim dot. A keni frikë nga vdekja? Jo. Sa mirë. Është proces natyral. Çfarë keni mi qenë përpara se sa të lindni? Energji, ndoshta. Ke qenë te barku i Mamet, mban mend gjë? Jo. Është një enigmë që do jemi më mbrapa, është një proces natyral. Okej. Shumë faleminderit doktore Shaida. Ishte shumë kënaqësi. Trurin ndihet mirë pas kësaj bisede. Mendja ime ndihet mirë. Uroj të qenë vlefshme si bisedë. Absolutisht që po.